Shkolla profesionale Antonia Thanasi në Sarandë po shënon një rritje të lartë nga nxënësit, veçanërisht në dy drejtimet kryesore, ekonomi dhe hoteleri turizëm. Rritja e kërkesës lidhet ngushtë me zhvillimin e shpejtë të sektorit të turizmit në zonë, duke parë rëndësinë dhe nevojën për profesionistë të kualifikuar, gjithnjë më shumë të rinj, po orientohen drejt këtyre degëve. Shkolla Antonia Thanas ka dy drejtime kryesore, është drejtimi ekonomik dhe drejtimi hoteleri turizëm. Nga këto dy drejtimet, si zhvillimi i turizmit në vendin tonë ka bërë që më e preferuar të jetë dega hoteleri turizëm, sepse dhe kërkesat në këtë industri janë shumë të larta për profesionistë. Dega ekonomik dihet që futet kudo, në të gjitha bizneset, në të gjitha bankat, ndërmarrjet, dhe kërkesat janë tani nga çdo ent tregtar duhet të ketë një ekonomist, kështu që kërkesat për ekonomist gjithmonë do jenë të nevojshëm gjithmonë. Ndërsa hoteleri turizmin, ju e shikoni çfarë bumi ka marrë industria e turizmit në vendin tonë dhe mban një peshë shumë të lartë në GDP-n e vendit tonë, kështu që dhe kërkesat e hoteleri turizmit në të gjitha fushat e saj janë të larta për profesionistë, si për hoteleri, si për restorante, si për kamarier, si për recepcion, për të gjitha. Unë doja të ishte akoma më lartë kërkesat e fëmijëve, por për këtë duhet të ndërgjegjësojmë prindrit e tyre, sepse fëmijët janë relativisht në një moshë të vogël kur zgjedhin shkollën e mesme që duhet të vazhdojnë, dhe për këtë duhet një ndërgjegjësim i prindërve të tyre për nevojat që ka vendi, atje ku do kenë më shumë vende pune të lira dhe ku do kenë mundësi më shumë për zhvillimin e tyre. Sipas drejtoreshës së shkollës Rudina Liça, institucioni ka zgjeruar bashkëpunimi me biznesin lokal, duke përfshirë 66 biznese ekzistuese dhe 49 të tjera të reja. Shkolla jon ka një bashkëpunim të mrekullueshëm me biznesin, vetëm këtë vit shkollor, nga 66 biznese që kanë qenë në vitin e kaluar, këtë vit shkollor janë shtuar 49 biznese të reja dhe ka vajt një numri 115, që është një numër goxha i mirë për shkollën tonë. Kërkesat e biznesit janë gjithnjë më të shumta dhe ndaj dhe bashkëpunimet me biznesin janë gjithmonë edhe më të mira. Në gjurmimin që bëhet çdo vit për nxënësit maturant, ne jemi gjithmonë mbi 70% të punësuar në drejtimin që kanë mbaruar shkollën. Ky bashkëpunim ka ndikuar edhe në punësimin e nxënësve, ku mbi 70% e tyre arrin të punësohen pas përfundimit të shkollës në profesionet që kanë zgjedhur. Kjo e kthen shkollën profesionale në një urë të rëndësishme drejt tregut të punës në zonën e Sarandës.